Personat që vuajnë nga tensioni i lartë duhet të përdorin këtë çaj. Çaji vetëm që mund të ulë dhe mund të mbajë nën kontroll tensionin e lartë të gjakut është hibiskus. Shkencëtarët kanë zbuluar selulet hibiskus, të cilat përdoren gjërësisht në mjekësinë tradicionale, mund të përdoren për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë. Tensioni i lartë është i njohur si një vrasës i eshtur për dy arsye. Shumica e njerëzve nuk e dinë nëse vuajnë nga kjo sëmundje dhe presioni i lartë i gjakut mund të shkaktojë jo vetëm dëmtime të arterjeve në zemër, por edhe dëmtimeve të veshkave dhe problemeve të tjera të rënda shëndetësore. American Heart Association thotë se tensioni i lartë i gjakut ndryshon çdo 5 vite për shkak të ndryshimeve të ritmit dhe rrahjeve të zemrës në një minimum dhe konsumi i çajit për një kohë të gjatë mund të përmirësojë tensionin duke ndihmuar në relaksimin e enëve të gjakut. Përbërësit aktiv që gjenden tek kjo bimë mund të relaksojnë enët e gjakut dhe zgjerojnë ato, duke krijuar një hapësirë më të mirë për transportin e oksigjenit dhe lëndëve ushqyese, dhe kjo do të thotë gjithashtu edhe një stabilitet më të mirë të tensionit të gjakut.